Drejtuesit e kompanisë Volkswagen po zhvillojnë takime urgjente me punëtorët këtë javë për të diskutuar programin më radikal të uljes së kostove deri më tani. Mund të shkurtohen deri në 100.000 vende pune dhe disa fabrika mund të mbyllen. Industria gjermane e makinave po përballet me një krizë të thellë strukturore për shkak të presionit të fortë nga konkurrenca kineze, kalimit në automjete elektrike, kostove më të larta të prodhimit dhe sfidave të tjera. Punëtorët kishin rënë më parë dakord të shkurtohen rreth 50.000 vende, kryesisht përmes programeve të largimit vullnetar, por drejtuesit njoftuan më pas se do të duhet të shkurtoheshin edhe 50.000 vende të tjera pune. Me pothuajse 630.000 punonjës, Volkswagen është bërë dukshëm më i madh se konkurrentët e tij gjatë dekadave të fundit, pasi vendosi të kontrollojë më shumë faza të prodhimit, ndërsa njëkohësisht mori përsipër kompani dhe marka rivale si Skoda, Porsche, Seat dhe Bugatti. Prodhuesi gjerman gjithashtu është vënuar në kalimin në automjete elektrike në një kohë kur konkurrentët kinez po fillonin të pushtonin tregun. Kjo ka çuar në një rënje të ndjeshme të shitjeve në atë që dikur ishte tregu më i madh i kompanisë, Kina. Volkswagen aktualisht prodhon rreth gjysmë milioni automjete më shumë në Europë në vit se sa mund të shes. Muajin e kaluar, bordi mbikëqyrës, i cili përfshin përfaqësues të aksionarëve dhe punonjësve, hodhi poshtë një raund të dytë propozimesh për uljen e kostove. Gjërat i ndërlikon edhe më tej fakti se Volkswagen është pjesërisht në pronësi të shtetit të Saksonisë së Poshtme, i cili ka 20% të drejtave të votës. Sipas mediave gjermane, qeveria e landit ka refuzuar të miratojë planet. Plani Target Vision 2030 kërkon përgjysmimin e numrit të modeleve që ofron Volkswagen dhe uljen e shpenzimeve të përgjithshme veçanërisht në Gjermani. Prodhuesi gjithashtu do të zvogëloj objektivin e tij global të prodhimit. Ai arriti rreth 11 milion automjete në vitin 2018 dhe do të ulet në 9 milion në vit në të ardhmen.